تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, gjithë lavdia I takon vetëm Allahut, ata e lavdrojmë dhe I shprehim lavdi, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe prej Tij kërkojmë falje, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë udhëzon Allahu s'ka kush e devion dhe kë devion Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, I cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për ta, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, Ti je I lartësuar dhe I pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë posa asaj që na ke mësuar Ti, në të vërtetë Ti je I gjithë dituri I urti. O Allah, na bëj të dobishme ato që na ke mësuar, na mëso ato që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë të rësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Mëtej, me lejen dhe me ndihmën e Allahut subhanahu wa taala, vazhdojmë me shpjegimin e këtij libri Umdatul Ahkam të autorit Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi, I cili ka lindur në vitin 541 dhe ka vdekur në vitin 600 të Hijretit. Allahu e mëshiroft dhe e falt ata, na falt ne dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët të gjallët dhe të vdekurit. Në lidhje me temat që kanë të bëjnë me transaksionet dhe lidhjet ndërmjet njerëzve, jemi në një temë, disa hadithe që flasin për temën që quhet në fiqh musaqa dhe tjetra muzara'a. Musaqa edhe muzara'a janë dy terme të ngjashme të përafërta dhe kuptimi I tyre është ortakri në punimin e tokës, ose do të thonë ortakri në bujqësi. Musaqa është për qëllim marrja e pemëve, do të thonë për t'i punuar dikush tjetër, jo pronari, dhe ndarja e fitimit mes pronarit dhe atij që I punon. Edhe muzara'a, do të thonë marrja e arave, do të thonë në këtë mënyrë të ortakrisë, duke e punu dikush tjetër dhe duke ndar fitimin me pronarin e arës, do të thonë. Pra, fjala musaqa e ka preardhjen për fjalës saqi ose siqaje, që do të thonë ujitje, edhe kur bëhet fjalë për pemt, do të thonë kuptohet se puna kryesore që bëhet aty është ujitja e tyre. Megjithse bëhen edhe punë tjera, do të thonë në kultivimin e pemëve. Kurse lidhje me arat, do të thonë është quajtur muzara'a, prej fjalës zara, që do të thotë mbjellje, do të thonë mbjellje e përbashkët edhe ujitje e përbashkët. Ky është kuptimi gjuhësor. Kurse definicioni, do të thonë në çështjen e fiqhut, është që t'i jepen pemt ose kopshti me pemë, I jepet dikujt tjetër që e ujit edhe punon me një pjesë të caktuar të fruteve. Edhe muzara, gjithashtu dhënia e një toke dikujt që do ta mbjell dhe pastaj do të thonë për një pjesë të caktuar, do thotë për një pjesë të caktuar të fitimit. Këto dy transaksione ose lidhje mes njerëzve janë prej marrëveshje ose kontratave të shitblerjes, dhe në to patjetër sipas shariatit islam ato duhet të ndërtohen mbi drejtësi dhe do të thonë drejtësi mes të dy palëve, të dy ortakëve, dhe gjithashtu të jetë me qartësi edhe të jetë me gjëra të ditura. Edhe
edhe këtu, do të thënë, kjo është si ortakria në tregti, sepse edhe ai që ka pasuri, do të thënë, para, i jep ato parat për dikujt tjetër që të punojë me to. Edhe aty, do të thënë, që ndahet fitimi në mënyrë të caktuar, do thotë. Siç është te parat, do të thënë edhe te pemt, pra pronari i pemëve i jep ato që tjetër kush të punojë me to. Dhe këtu do thotë kuptohet se në këtë marrëveshje ose në këtë kontratë nuk ka mashtrim ose diçka të panjohur ose rrezikim, domethënë mes dy palëve. Prandaj, domethënë bëhet në baza të qarta dhe në baza të drejtësisë. Hadithin që ka përmendur autori rahimahullah këtu, që është hadithi 281, thot an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam amala ahla Khaybar bi shatr ma yakhruju minha min thamarin aw zar'. Do thot, pra nga Abdullah ibn Umari radhiyallahu anhuma është transmetuar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është marrë vesh me banorët e Khayberit për gjysmën e asaj që e nxjerr toka prej frutave dhe thotë bimëve ose të mbjellave të tjera. Këtë hadith e transmetojnë Buhariu dhe Muslimi. Pra kuptimi i këtij hadithit është që ta dim se kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me sahabët luftuan Khayber dhe çliruan Khayberin, që ka qenë në vitin e 7 Hijretit. Atëherë pas marrjes këtij vendi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ndau tokën e Khayberit për të gjithë pjesëmarrësit, domethënë pjesëmarrësit në atë luftë ose pjesëmarrësit në çlirimin e Khayberit, për ata që kanë qenë pranishëm, edhe në luftën e Khayberit kanë marrë pjesë vetëm pjesëmarrësit e Hudejbiyes. Domethënë ata që e kanë dhënë besën në Hudejbije, ata kanë qenë që kanë marrë pjesë në luftën e Khayberit dhe pas përfundimit të luftës ose pas çlirimit të Khayberit, i është ndarë toka në mënyrë, domethënë siç ndahet preja e luftës, i është ndarë atyre pjesëmarrësve. Dhe kjo ka qenë premtimi i Allahut subhanahu wa taala, domethënë kjo tokë edhe këto plaçkat luftës ose kjo prej luftës, ky fitim ka qenë premtim nga Allahu subhanahu wa taala për ata që janë besatuar në Hudejbije. Domethënë shumë prej muslimanëve pasi janë nisur për umre dhe kanë qenë të përmallum kohë gjatë, në veçanti muhaxhirët që kanë braktisë Mekën, edhe kanë qenë të bindur se e kanë ditur premtimin se do të hynë në Mekë, edhe pastaj kur janë kthy pa umre, edhe janë kthy me këtë marrëveshje, që nëse shihet me syrin e njeriut të thjesht, domethënë duket sikur është lëshim shumë i madh, domethënë kompromis shumë i madh, edhe saqë disa kanë menduar se nuk duhet të pranohet, sigur është lëshim në fe. Mirë po, premtimi për të hyrë në Mekë është realizuar vitin tjetër. Edhe premtimi i fitimeve të shumta është realizuar në luftën e Khayberit. Pra, të dyja këto i gjeni në librin e Allahut në surën Fath në veçanti, se Allahu ju ka premtuar me ghanime kathira, domethënë fitime të shumta dhe ghanime, domethënë plaçkat luftës të shumta të cilat do t'i merrni. Dhe sahabët domethënë i kanë marrë këto toka të Khayberit, kurse Khayberi është tokë bujqësore, domethënë ku ka të mbjella të shumta edhe pemë, hurma, rrushë dhe pemë të tjera. Dhe gjithashtu ara të punueshme, ka toka të shumta për mbjellje të tjera. Dhe me që sahabët kanë qenë të angazhuar me luftë në rrugën e Allahut dhe me thirrje në fenë e Allahut, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ka lënë banorëve të Khayberit, edhe ata kanë kërkuar gjithashtu mos nxiren prej asaj toke,
po t'ju lihet ta punojnë tokën, edhe i kalon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Domethënë tani toka është pronë e muslimanëve në Medinë, kurse ata që do ta punojnë janë banorët e Khajberit, çifutët jahudit e Khajberit, që kanë punu domethënë tokë. Ata kanë qenë që kanë njohur atë tokë, domethënë kanë jetuar aty kohë gjatë, edhe atëherë i kalon që të vazhdojnë ta punojnë për gjysmën e fitimit, gjysmën e frutave dhe të vjelave. Atëherë, domethënë gjysma kanë qenë pronarëve të tokave, kurse gjysma për punëtorët në Khajber. Pra ky është argument, ky hadith është argumenti bazë për këtë çështje se lejohet, domethënë pronari t'ia japë tjetër kujt tokën që ta punojë, edhe për ndarje të fitimit. Dhe këta dy palë, edhe pronari edhe ai që punon, janë të barabartë në atë përqindje që për cilën janë marrë vesh, si në fitim, si në humbje. Domethënë edhe nëse ka humbje në të, domethënë nga shkaqe që nuk mund t'i kontrollojnë njerëzit, thot atëherë humbjen e ndajnë bashkë, edhe gjithashtu fitimin, nëse ka fitim, e ndajnë bashkë. Kjo marrëveshje ka vazhdu deri në fund të jetës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj edhe në kohën e khalifatit Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, edhe një pjesë të khalifatit Omerit radhiyallahu anhu. Pastaj Omeri radhiyallahu anhu i ka larguar jahudit nga Khajberi dhe i ka shpërngulur në Sham. Do thotë nga ky hadith përfitojmë se lejohen këto dy marrëveshje, muzara dhe musaqa, domethënë marrëveshja për punimin e pemëve dhe punimin e arave ose të tokës, me ndarjen e asaj që del prej tokës. Dhe prej këtij hadithi kuptojmë se nuk është kusht që farën ta japë pronari i tokës, pasi disa kanë thonë që kusht për të qenë, domethënë kjo marrëveshje e ligjshme në shariat, është që farën që do të mbillet ta japë pronari, sepse pronari është poseduesi, kështu domethënë kanë thënë ata se pronari është poseduesi i kapitalit. Domethënë si të ortakrit në tregti ose ndonjë punë, domethënë ai që e jep pasurinë ose ai investitori, domethënë e jep pasurinë e vet. Pastaj fitimi ndahet mes tyre, domethënë këtë mënyrë kanë thënë se duhet për të qenë e ligjshme kjo kontratë, duhet farën ta siguroj pronari i tokës, por ky hadith është argument se kjo nuk është kusht. Domethënë pasi jepet ose ndahet përfitimi prej tokës. Edhe njeriu ai që e merr, domethënë për ta punu, menaxhon ai si është do thotë dobishme. Kur dihet, mirë, kanë përmendur se mjafton këtë marrëveshje të përmendet hisja e atij që punon, ose e pronarit, e njarit. Domethënë se pjesa tjetër dihet se është hisja e tjetrës palë, pasi kjo është tregti ose marrëveshje, kontratë që është mes dy palëve. Pra nëse përmendet se nëse ja jep dikujt tokën pronari, edhe i thot, ta jap ta punosh këtë tokë për 1 vjet ose për kaq vjet të caktuar, ose për kohë të pacaktuar, që ti të marrësh 30% prej fitimit, për shembull, atëherë kuptohet se ato 70 janë për pronarin. Tjetër, gjithashtu kjo është argument se lejohet të bëhet për të njëjtën fushë, për të njëjtën tokë, të bëhet edhe musaqa edhe muzara. Domethënë që mund të ketë aty edhe pemë edhe mbjellje të tjera. Pra që të jenë me marrëveshje të gjitha këto çështje. Po ashtu për këtij hadithi përfitojmë se lejohet në këto aspekte bashkëpunimi me mosbesimtarët. Domethënë për çështje të dunjas,
për tregti ose punë të tjera ose për bujqësi, domethënë lejohet bashkëpunimi me mosbesimtarët, e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tjetër, në lidhje me këtë hadith, është se për këtë temë ka ihtilaf mes dietarëve. Disa prej dietarëve kanë thonë se domethënë kjo është në pajtim me bazën, me bazat, domethënë është bazë në vetvete, do thotë që i ka argumentet e drejtë për drejta, apo është diçka që krahasohet me bazën. Domethënë, është kjo marrëveshje, kjo kontratë, është e tillë që për të cilën ka bazë në shariat, apo është që krahasohet me marrëveshje tjera dhe thuhet se është e lejuar. Pra, dhe e vërteta është se, domethënë e shohim që disa dietar do ta shohim domethënë më vonë pse është kjo më rëndësi. Pse kanë thonë, a është bazë apo është krahasim? Pse është kjo me rëndësi? Pasi, prej asaj, rrjedh çështja tjetër, sepse ka ihtilaf, a është e lejuar ose jo, kjo lloj e kontratës. Domethënë, këtu kemi një tekst, mirë po për këtë tekst, pra ka ihtilaf të dietarët, se domethënë është ky tekst si ose disa prej dietarëve kanë kundërshtuar këtë tekst, që është hadith sahih në dy sahihat. Kanë thonë disa prej dietarëve, sa i përket domethënë njërit prej këtyre llojeve, i pari ose i dyti se i përmendëm domethënë disa herë, musaqa ishte çka? Përpemët. Po, do thotë Ebu Hanifja ka thonë se nuk lejohet në asnjë situatë, sepse është, domethënë, pagim me frutat që nuk janë formuar akoma. Këta kemi mësuar më herët se nuk lejohet shitja ose blerja me frutat pa përfunduar, domethënë. Jo vetëm mirëpa e thotë se këtu as janë formuar ato, do thotë si bëhet që të paguhet me ato ose të lidhet kontratë për to, kur ato akoma nuk janë të formuara, të formësuara. Dhe kjo është e ndaluar, domethënë, kështu kanë thonë. Dhe ka thonë se atëherë si përgjigjet këtij hadithi, ka thonë e refuzojmë këtë hadith sepse i kundërshton bazat që janë. Domethënë kjo nuk është bazë, kurse bazat që kanë shariat, sikur kjo çështje që nuk lejohet tregtia me fruta të pa formuara, domethënë, atëherë refuzohet ky hadith. Një madhhab që është i njohur, madhhabi dhahiri, thonë lejohet vetëm në këtë rast. Do thotë vetëm për hurma, sepse për të ka tekst. Po realiteti është se për në Khajber ka pas edhe hurma dhe rrush gjithashtu. Pra kanë thonë se lejohet vetëm hurma dhe rrush, pasi për këtë ka tekst, kurse për të mbjellat tjera nuk lejohet. Imam Shafiu ka thonë se lejohet vetëm për hurma dhe për rrush, se hurmat dhe rrushi kanë shumë çështje, shumë norma të shariatit që janë të përbashkëta, si për shembull dhënia e zakatit, është prej këtyre pemëve që përmenden, domethënë hurmat dhe rrushi. Thamë, këta e kanë, domethënë këto përgjigje ose këto mendime për normën e shariatit janë këtë bazë se kanë thonë kjo çështje duhet të krahasohet me bazat e rregullave të shariatit. Kurse Imam Ahmedi rahimahullah ka thonë që lejohet për të gjitha llojet e pemëve që kanë fruta që hahen. Edhe madje edhe disa kanë thonë edhe tjera edhe që s'kan fruta që hahen, po që bëjnë prodhime të tjera. Domethënë prodhime që përdoren, do thotë në bujqësi dhe industri
thotë gjethe ose lule ose kështu. Domethënë të gjitha pemt për cilave përfitohet, lejohet thotë kjo mënyrë e kontratës. Dhe padyshim se ky është mendimi më i saktë, sepse është për qëllim përfitimi prej pemëve, që është përmendur në këtë hadith, domethënë është qëllim përfitimi prej pemëve, pa marrë parasysh se cili lloj i pemëve është. Domethënë të gjitha ato pemë që kanë fruta ose që përdoren gjethet ose lulet e kështu me radhë. Domethënë a përdoren për të ngrënë ose për diçka tjetër, thotë janë të e marrin të njëjtin gjykim. Gjithashtu argument se ky hadith është hadith që merret për bazë dhe nuk është i abrogum, sepse kjo marrëveshje me banorët e Khajberit ka vazhduar deri në fund të jetës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ka vazhduar në kohën e Abubekrit dhe në kohën e Omerit. Domethënë padyshim se nuk është e abroguar, por është hadith me cilin është vepruar deri në fund. Edhe pala që kam thonë se nuk lejohet, kanë argumente, do thotë, gjithashtu kanë tekste. Kanë thonë, është hadithi i transmetuar nga Rafi ibn Khadij, radhiyallahu anhu, edhe do ta marrim pak më vonë këtë hadith. Këtu thotë se ai tregon që ne kemi bërë kështu marrëveshje për mbjelljet grurit ose të elbit, do të thënë për drithra në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pastaj përmend se dikush prej farafisit të tij ka shkuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ose ka shkuar tek ta, do të thënë edhe u ka thënë e ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë lloj të kontratës. Edhe thot, megjithse kjo ka qenë shumë e dobishme për ne, përsëri bindja ndaj urdhrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është më i dobishëm. Domethënë ky është një hadith me cilin argumentojnë se ky lloj kontratës domethënë është i ndaluar. Gjithashtu ka thënë Rafi ibn Khadij, pra e kanë pyetur si është urdhri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men kanat lahu ardun falyazra'ha wala yakirha. Domethënë, kush ka tokë, le ta mbjell dhe mos ta jap me qira bi thuluthin wala rub'in wala bi ta'amin musamma. Domethënë mos ta jap për 1/3 ose 1/4 ose me ushqim të caktuar. Kurse nga Omeri radhiyallahu anhu, nga Abdullah ibn Omer radhiyallahu anhuma transmetohet se ka thënë, ne nuk e shinim këtë muzara'an, domethënë si të ndaluar, derisa dëgjuam se Rafi ibn Khadij ka thënë e ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Domethënë këta dy hadithe janë në Bukhari dhe Muslim. Po ashtu nga në Sahihun e Muslimit transmetohet nga Hamdala ibn Qais se ka thënë e pyeta Rafi ibn Khadijin për qiran e tokës me arë dhe argjend dhe ka thënë la ba'sa bihi, domethënë nuk është e ndaluar. Thot innama kana an-nasu. Këtë hadith do ta lexojmë pak më vonë. Domethënë njerëzit e kanë dhënë me qira tokën në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me fitimin e të mbjellave që janë afër lumenjve dhe prrenjve, pruit. Domethënë e kanë dhënë tokën me qira, kanë thënë ai pronari, domethënë ato pemt që janë afër lumit ose afër projit janë për pronarin, kurse pjesa tjetër që e mbjell, domethënë është për ty. Dhe thot fejehlaku hadha wa yaslamu hadha, domethënë një pjesë, për shembull, njëra pjesë është prishur prej këtyre të mbjellave, tjetra ka mbetur e shëndosh, edhe njerëzit e kanë dhënë në këtë mënyrë me qira. Prandaj e ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kurse ka thënë fa amma shay'un ma'lumun madmun fala ba'sa bihi. Dhe por diçka që është e njohur dhe e sigurt, për këtë nuk ka pengesë.
Gjithashtu është transmetuar nga Xhabiri radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men kanat lahu ardun falyazra'ha, fa in lam yazra'ha falyuzri'ha akhah." Ka thënë kush ka tokë, le ta mbjell. Nëse nuk e mbjell ai, le t'a japë, do të thënë vllajt vet që ta mbjell. Ose në tjetër transmetim se ka thënë ta mbjell vet ose t'ja japë dikujt tjetër ta mbjell ose ta lar. Do të thonë që nënkupton se nuk lejohet, do të thonë në këtë mënyrë ta japë me ndarje. Mirë. Do të thonë ai kupton këto hadithe që janë argument për ata që thonë se kjo ndalohet. Dhe me këtë edhe thonë se baza është në sheriat që nuk lejohet të shitet ose të bëhet, do të thonë, marrëveshje në bazë të frutave që nuk janë formu, kështu që kjo, do të thonë, është e ndaluar. Mirë po, si thamë, mendimi Imam Ahmedit, rahimahullah, është që lejohet, edhe është prej marrëveshjeve të sakta dhe të ligjshme në sheriat. Dhe para Imam Ahmedit, këtë mendime kanë pasur një grup i sahabëve, do të thonë, e kanë pasur si mendim dhe e kanë vepruar këta, gjithashtu, praktikisht, si është Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Malik, Abdullah ibn Mas'ud, radhiyallahu anhu me të tjerë. Gjithashtu para Imam Ahmedit kanë pas një grup i tabiinëve këtë mendim, Omer ibn Abdul Aziz, Qasim ibn Muhammad, Urwa ibn Zubair, Muhammad ibn Sirin, Sa'id ibn al-Musayyib, Tawus, Zuhri, Abdurrahman ibn Abi Layla dhe të tjerë, edhe gjithashtu me këtë pajtohen një numër i madh i dietarëve të hadithit dhe prej atyre gjithashtu edhe Ebu Jusufi dhe Muhammad ibn al-Hasan që janë prej nxënës më të mëdhenj të kujt? Ebu Hanifes. Dhe gjithashtu e ka këtë mendim Ishaq ibn Rahuja, Ebu Bekr ibn Abi Shejbe, Sufjan al-Thauri, Imam Bukhari, Ebu Dawudi dhe të tjerë. Edhe prej dietarëve të hadithit më vonshëm Ibn al-Mundhir, Ibn Khuzejme, do të thonë shumë prej dietarëve. Edhe Nawawiu, do të thonë prej dietarëve të hadithit të mëdhëbit Shafi, gjithashtu ka thënë se ky është mendimi më i saktë, do të thonë që lejohet. Do të thonë kjo është blerje, lejohet. Mirë, tani ne duhet patjetër të kuptojmë hadithet. Në thotë, nuk mjafton vetëm numrimi i emrave të dietarëve, edhe nuk lejohet, do të thonë, ndjekja e asnjë njeriu nëse e kundërshton hadithin. Sa i përket argumentit të atij grupi që e ndalojnë, argumenti është hadithi Rafi ibn Khadij. Thamë se hadithi është i transmetuar sahih. Mirë po dietarët e hadithit kanë thënë se ka një dobësi hadithi, që i thuhet ille, do të thonë smundje, dhe ajo smundje është idtirab, do të thonë kundërthanie. Pra është i transmetuar me zinxhir hadith, me zinxhir sahih këtu, me këtë tekst. Në vend tjetër me zinxhir sahih me tekst që e kundërshton këtë të parin. Dikun tjetër është me një zinxhir edhe më sahih ose më dobët e kështu me radhë. Do të thonë kur shifen gjitha këto zinxhire, përfundimi është se nuk mund të jepet një hukm për njërin tekst. Do të thonë është këtij hadithi i thuhet muttarib. Do thotë zinxhiret janë të nivelit të njëjtë, të fuqisë, kurse tekstet janë të kundërta mes veti. Atëherë kjo është një prej smundjeve të hadithit ilal. Alaysa kadhalik? Do të thonë ka te definicioni i hadithit sahih është përveç çështjeve të zinxhirit, do të thonë është që ta transmetojë njeriu i drejtë, i fuqishëm në memorie dhe në transmetim, do të thonë që është i drejtë, i besueshëm dhe që është i fuqishëm në bartje, do të thonë e ka mësuar mirë edhe e ka transmetuar mirë. Dhe që është zinxhiri i pandërprerë. Edhe por ka edhe një tjetër kusht që mos jetë shadh hadithi, do të thonë mos kundërshtojë ky zinxhir i fortë dhe një zinxhir më të fortë. Atëherë ky hadith bëhet shadh, është i dobët. Dhe mos ketë ille, do të thonë mos ketë një smundje, do të thonë të fshehtë. Dhe prej këtyre smundjeve është edhe ky ittirabi, që do të thonë se hadithi është i dobët.
Dhe pastaj kur e shohim se shumë prej sahabeve e kanë pasur mendimin se lejohet kjo marrëveshje, kjo kontratë, dhe kanë vepruar shumë, do të thënë një numër i madh i sahabeve dhe kohë gjatë, do thotë është e pamundur që që mos e kenë ditur hukmin që e ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse kishte qenë e saktë që ka ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do të thënë është e pamundur që gjithë këta sahabe mos e kishin ditur. Madje Abdullah ibn Omeri radhiyallahu anhuma përmendëm se ka thonë kemi menduar që është e lejuar derisa e dëgjum hadithin e Rafi ibn Khadijit. Dhe kjo ka ndodhur shumë vonë. Përmendet së din kohën e Omerit ose në kohën e Aliut, do të thënë shumë vonë e ka dëgju për herë të parë Abdullah ibn Omeri këtë hadith. Do të thënë që t'jep me dyshu për vërtetësinë e hadithit. Por përveç kësaj, shikoni si thot Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, kush analizon hadithin e Rafi ibn Khadij radhiyallahu anhu dhe i mbledh këto, domethënë rrugët e transmetimit, dhe i merr i rendit edhe i analizon, i krahason me njëri tjetrin, e merr atë të përgjithshmin edhe e shpjegon sipas atij që është i detajuar edhe kështu me radhë, domethënë atëherë e di se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar diçka që është e qartë që është haram. Do të thënë ka ndaluar këtë çështjen e muzara'as ose musaqa, ka ndaluar diçka që është qartë haram. Do të thënë, dhe si është ajo? Si ka thënë në një transmetim, kunna nakri al-ard ala an lana hadhihi wa lahum hadhihi. Do të thënë e jepnim tokën me qira, me marrëveshjen që neve të na takojnë këto, kurse ati këto. Do të thënë të ndara. Farubbama akhrajat hadhihi wa lam tukhrij hadhihi. Edhe ka ndodhur që këto kanë dhënë rekolt, do të thënë, kurse këto tjerat nuk kanë dhënë. Do të thënë, këtë ka ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu në transmetim tjetër thot Imam Ibn al-Qayyim, kanë an-nasu yu'ajjiruna ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bima ala al-madhiyanat wa aqbal al-jadawil wa ashya min az-zar'. Do të thënë, pra njerëzit në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i jepnin tokën me qira për frutat përreth lumenjve ose për rrenjve dhe diçka prej të korurave. Kjo çka do thotë? Do të thënë janë marrë vesh që kjo lumenj s'ka pas në Medinë, do të thënë këto janë një herë përkthimi i drejt për drejt, kurse kuptimi është vetë kur nxirret prej uji prej tokës, atëherë kanali kryesor është si lumi i madh, kurse ato kanalet që ndahen, dhëtë t'i themi si përrenj, dhëtë ka thonë, dhe kuptohet se ato bim që janë të mbjella afër rrjedhës ujit, do të jenë më të fuqishme, do të thonë edhe do të japin më shumë rekolt, edhe janë frutat, do të thonë më të dobishëm, më të këndshëm. Kurse ato që janë më larg, do të thotë nuk janë njësoj si këto tjerat, dhe ndonjëherë bën vaki që ata nuk japin fruta. Do të thënë kjo është që ajo që e ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këtë u ka ndaluar dhe ka thonë ta bëni këtë qiran me diçka të ditur, të njohur. Po ashtu, do të thënë thot Rafi ibn Khadij, "Walam yakul lin-nasi kira'un illa hadha." Do të thënë s'kishin tjetër përveç se këtë mënyrë. Falidhalika zajara anhu. Dhe për këtë shkak e ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma bi shay'in ma'lumin madmunin fala ba's. Kurse ka thënë me diçka të njohur dhe të sigurt, atëherë nuk është ndaluar. Pra thot Imam Ibn al-Qayyim, pra për kësaj sqarohet se hadithet e Rafi ibn Khadijit e kanë, do të thënë, duhet të shpjegohen në këtë mënyrë. Pra sipas kësaj mendimi i Ibn Qayyimit është se nuk është hadithi muttarib,
Po ka disa transmetime që janë të përgjithshme, disa që janë treguar detaje, do thënë prandaj duhet të punohet sipas tij kur të mblidhen gjitha rrugët. Edhe kjo është mënyra saktë në dhënien e gjykimeve edhe për hadithin, edhe për kuptimin e hadithit. Domethënë dhe për normën e shariatit në përgjithësi. Domethënë për ta dhënë një herë dispozitën e hadithit, a është sahih ose hasan ose daif, duhet mblidhen gjitha zinxhiret që e transmetojnë atë hadith, edhe zinxhire tjera që sillnin tjera hadithe që janë me atë kuptim dhe kështu me radhë, atëherë i bihet përfundimi për një hadith. Pastaj mblidhen gjitha hadithet që flasin për atë temë, që t'jepet gjykimi për normën e shariatike, domethënë në atë temë. Ka thonë Lejth ibn Saad, domethënë prej dietarëve më të mëdhenj të Egjiptit, domethënë prej dietarëve më të mëdhenj të umetit, edhe kanë thonë shumë prej dietarëve që kanë qenë më dietar më i madh se Imam Maliku, mirë po nuk ja kanë transmetuar medhhebin, do thotë Lejth ibn Saadit. Ka thonë kush ka njohuri për halalin dhe haramin, të thotë e kupton se ajo që ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këto hadithe është diçka që nuk lejohet në shariat dhe jo vetë domethënë kontratën e muzaraas. Sepse në ato çështje që i ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, domethënë ka rrezikim dhe ka si formë të komarit. Domethënë e punon njeriu arën dhe në një farë mënyrë pronari i arës e ka siguru për vete, kurse ai tjetri, domethënë mund të fitojë ose mund mos fitojë. Kurse kur është për gjithë arën me përqindje të caktuar, atëherë aty nuk ka domethënë nuk ka komar ose rrezikim, por domethënë është ortakri e barabartë, si të gjitha ortakrit. Dhe mbetet edhe diçka. Thota lejohet, këta që kanë thonë se nuk lejohet, domethënë shitja e frutave pa u formuar. Si i përgjigjen kësaj? Domethënë, si mendoni? Ka shitja e frutave të pa formuar, domethënë ajo që është ndaluar në shariat, është shitja e vetë frutit, pa u siguru a është i rregullt ose jo. Kurse kjo marrëveshje nuk është marrëveshje për frutat, është marrëveshje për rënjt e pemëve. Domethënë për përfitimin prej atyre rënjve dhe punimin e tyre. Nuk është konkretisht për frutat, por është domethënë përfitim prej asaj që ekziston edhe që është e dukshme. Domethënë e sheh njeriu trungun e pemës, edhe vlerëson a vlen që të punohet me ta ose jo. Edhe kjo është e ngjashme sikur me qiran. Domethënë kur njeriu ja jep banesën ose dyqanin dikujt, domethënë ja jep atë që është konkrete, që të përfitojë prej saj. Edhe është padyshim se është e lejuar në të gjitha rregullat e shariatit. Thotë te shitblerja, kontrata bëhet për shitjen si thuhet ajn, domethënë vetë qenjes, domethënë, dhe përfitimit prej saj. Shitblerja është domethënë shitja ose pagesë për pronësimin e mallit konkret dhe përfitimit prej tij. Kurse qiraja është pagesë për pronësimin e përfitimit dhe jo të mallit. Domethënë sikur të kjo marrëveshje, kjo kontratë është për shitjen e përfitimit prej pemëve. Dhe jo konkretisht për diçka, domethënë që mund të jetë e panjohur. Dhe kurse ajo që është ndaluar në shariat, shitja e frutave të pa formsuar, ajo është shitje e mallit konkret, e qenjes pemëve. A është e qartë apo? A përziva? Mirë.
Pra si tham, ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymiyja rahimahullah, do thotë ky është kuptimi i këtyre çështjeve dhe shpresojmë që është e qartë. Pasi këto padyshim ndodhin edhe deri në kohën tonë dhe çdo herë kanë ekzistuar te njerëzit dhe muslimanët i kanë praktikuar, edhe ndodhin edhe në kohën tonë dhe sigurisht do ndodhin edhe në të ardhmen, wallahu a'lam. Pastaj hadithi i radhës thot an Rafi ibn Khadij radhiyallahu anhu qal kunna akthar al-ansari haqlan. Do të thënë ne, do thot familja e tij, ishim që kishim më shumë të toka nga të gjithë ensart. Do të thënë kanë pas fusha më shumë se të gjithë ensart. Wa kunna nukri al-ardha ala an lana hadhihi wa lahum hadhihi. Do të thënë edhe jepnim tokën me qira, me këtë marrëveshje që neve na takojnë këto, kurse ati ato. Do të thënë pemë caktuar ose pjesë caktuara të arës. Farubbama akhrajat hadhihi wa lam tukhrij hadhihi. Do të thënë dhe ka ndodhur që këto kanë dhënë kurse tjerat nuk kanë dhënë rekolt, do të thotë. Fanahana an dhalik. Dhe na ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këta. Fa amma bil wariqi falam yanhana. Kurse me para, do të thonë me arë ose me argjent. Thotë kjo është diçka tjetër, kjo është qira. Do të thonë marrja e qiras të caktuar. Kjo është e lejuar. Pra këtë nuk ne ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këtë hadith gjithashtu pra thamë transmeton Buhariu dhe Muslimi. Dhe në Sahihun e Muslimit thot an Hamdhala ibn Qais, do të thënë transmetohet nga Hamdhala ibn Qais se ka thënë sa'altu Rafi' ibn Khadij radhiyallahu anhu, e kam pyetur Rafi ibn Khadijin radhiyallahu anhu an kira'i al-ardi bil-dhahabi wal-wariq, për qiran, dhënien e tokës me qira, do të thënë me arë ose argjent. Fa qala la ba'sa bihi, ai ka thënë nuk është ndaluar, do të thënë nuk ka diçka të keqe. إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول. Pra, në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njerëzit e jepnin tokën me qira, do thotë që qiraja të jetë frutat e pemëve që janë përreth lumenjve dhe përrenjve, wa ashya min az-zar'i, ose gjërat caktuara prej bimëve ose prej drithrave. Fa yahlaku hadha wa yaslamu hadha, atëherë diçka prej atyre prishej edhe shkatrohej, kurse diçka mbetej edhe jepte rekolt. Wa yahliku hadha, ose diçka tjetër thahej, do të thonë. Wa lam yakun lin-nasi kira'un illa hadha, do thotë njerëzit nuk kishin tjetër, pra nuk bënin tjetër lloj të qiras përveç kësaj. Walidhalika zajara anhu, dhe për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndaloi. Fa amma shay'un ma'lumun madmunun fala ba'sa bihi, kurse diçka që është e njohur, e ditur dhe siguruar, për këtë do të thonë nuk ka pengesë. Këtu në lidhje me këto fjalë të madhianat, do të thonë kjo është fjalë huaj që ka hyrë në fjalorin e arabëve, që do të thonë lumen të mëdhenj, kurse jadawil, shumës i fjalës jadwal, do thotë lum i vogël ose përrua. Mirë po, si tham, e dim që në Medina nuk ka pasur as lumen të mëdhej, as të vegjël, as prenj, por ka pasur dhe njëherë për shembull, kur mblidhen ujrat e shijut, ka mundësi që bëhen prenj dhe lumenj, ose aty ku nxjerrin ujë prej tokës, edhe lëshojnë për vaditje, për ujitje. Do të thonë është qëllimi që këto pemë që kanë qenë afër atyre kanaleve të mëdhenj ose të vegjël të ujit. Ndonjëherë bima, cila do qoftë, ka mundësi që të jetë më e mirë afër rrjedhës ujit. Ndonjëherë mund të jetë më e keqe. Do të thënë ka mundësi më e mira, do një bime do që të jetë toka pak më kullume, mos jetë shumë afër ujit. Kështu që kjo marrëveshje me këto kushte, që mund takojnë këto afër ujit, ty të takojnë ato larg ujit, ose e kundërta,
këto janë të ndaluara. Kurse ajo që dihet, do të thënë ose me qira, do thëtë qiraja mund të jetë para, arë ose argjend. Edhe kjo lejohet, do të thënë jepet ajo toka ose ato pemë jepen me qira, që njeriu të përfitoj prej tyre. Dhe kjo është e lejuar. Ose mund të jetë, do të thënë te qiraja një herë, ose me para, ose me ushqim. Do të thënë ka mundësi që të jetë me një ushqim caktuar, por jo prej përfitimit tokës. Do të thënë nëse e jep me qira, për shembull për kaq flori ose argjend, ose jep për kaq grur për shembull, ose hurma, ose pemë, fruta, do të thënë, ato nëse janë të caktuara, lejohet për qira, po mos jetë kusht që të jetë prej asaj që nxirret prej asaj toke. Do të thënë në çështjen e qiras. Në çështjen e ortakrisë, do të thënë, lejohet nëse është për të gjithë fitimin e komplet nga gjithë toka me hise të caktuar, ku të dy palët marrin pjesë edhe në fitimin edhe në humbjen që mund të pësojë, do thotë ajo tokë. Po, pra prej këtyre dy haditheve, nga Rafi ibn Khadij, radhiyallahu anhu, përfitojmë se lejohet, do të thënë që toka të jepet me qira, duhet qiraja të jetë e caktuar, nuk lejohet me diçka të panjohur. Edhe pra hadithi në përgjithësi thotë se nuk ka problem që qiraja të jetë arë ose argjend ose diçka tjetër, madje edhe nëse është prej ushqimeve që do t'i mbjellë ai në tokë, ose prej atyre pemëve që janë, po jo prej rekoltës së tyre. Do të thonë, ka mundësi që t'jetë me një sasi ose për shembull me 100 kg me fasule, shembull, ose grur, do të thënë e caktuar, po jo mos jetë kushti që vetëm prej atyre që mbillen në atë, do të thënë në atë tokë. Edhe gjithashtu këta hadithe do të thënë tregojnë se nuk lejohen kushte në shitblerje ose në kontrata, nuk lejon të vendosen kushte që janë kundërshtim me rregullat e shariatit. Ikhtilafi për këtë hadith është njësoj si ai që përmendëm për hadithin paraprak, edhe mjaftomi me këtë për sonte. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.